nga kryeministri dhe administrata shtetërore për të mbështetur këtë makineri të fushatës të filluar 6 muaj përpara se sa të parashikon ligji. Në këtë kontekst, pastaj do të zbulojnë edhe veprimtari tjera se sa abuzohet me qytetarët, ndoshta edhe për shpërndarje fondesh. Në ndjenin time, disa protagonistë drejtues të Partisë Socialiste në Qarqe, edhe disa të opozitës, dhe partive të vogla, janë në vëzhgim sepse kanë filluar të tundin thesin. Shpërndahen para që tani zakonisht është dita e heshtjes zgjedhore kur aktualisht po i mbështesin me problemet tjera dhe në fund pastaj përgatiten edhe për zarfat. Po gjithsesi Spaku besoj do jetë në pozitat shëndosha, pavarësisht se sa do ketë mundësinë, sepse Spaku ka që ka numrin e kufizuar të prokurorëve nga 1 për qark, vetëm Tirana di që ka 3-4 prokurorë që janë planifikuar, bashkë me to ka dhe oficerë të BKH-s, por pikat e kontaktit në drejtoritë vendore të policisë dhe të institucioneve tjera ligjzbatuese, besoj që do të hedhin dritë. E nëse do hedhin dritë, edhe do vërtetohen shkelje flagrante krime zgjedhore në periudhën e para zgjedhore dhe ditën e zgjedhjeve, atëherë Spaku ka drejt të bëjë raportet. Unë lexova ndërrjeshta edhe prononcimin e përfaqësuesve të Odirit dhe të OSBE-s, që tha ne do të shprehemi me raporte paraprake dhe përfundimtare, ndërsa organet e drejtësisë shqiptare do të shprehen me procedime. Pra çka do të thotë që dhe ata, pra OSBE-ja dhe Odiri, e kanë në agjendë bashkëpunimin, por me vlerësime të ndryshme. Zoti Prençi, si ke ecur në fushatën zgjedhore dhe ka një dukuri që partitë në opozitë po sulmohen dhe me njëra tjetrën, beson se është në interes të opozitës në tërësi kjo? Shiko, unë kandidoj në një parti të re, alternativ, e cila nuk ka kandidat që t'jenë subjektet Spakut. Kjo me ban krenar që të shfaqem para elektoratit me një pasaport të pastër në kuptimin e mirë të fjalës që nuk mbajmë mëkate të keqqeverisjes apo të korrupsionit apo krimit organizuar. Në krahun tjetër, edhe kreu i qeverisë dhe kreu i opozitës koalicioni për një Shqipëri madhështore ka sulmuar në mënyrë të vazhdueshme partitë e vogla. Të dy i kanë sulmuar me pa të drejtë fushata që është e vërteta fushata negativiste duke bërë thirrje mos votoni Lulbradhën, ose mos votoni Koalicionin Euroatlantik, ose mos votoni Agron Shehajn, nga kryetari i opozitës është fushat jo e ndershme. Kryetarët e partive politike dhe kandidatët duhet shpalosin alternativa dhe programe. Partia Koalicioni Euroatlantik ka shpalosur programin që në qershor të vitit kaluar, është një program i certifikuar nga partitë të djatha evropiane, kryesisht ekspertët gjerman. Është një program me ambicioz për familjen, për ekonominë, për çështjet sociale, për zhvillimin, për infrastrukturën. Është një program me të vërtet i qëndësishëm dhe realist që mundet të realizohet në Shqipëri. Fushata negativiste e bërë nga dy partitë e mëdha bëhet me qëllime të caktuar sepse tendencat e oktapodëve të politikës është për ta mbajtur politikën sanduiç, që njerë të ngrihet PD-ja dhe të ulet PS-ja, apo të rëzohet Rama të vi Saliu, apo të rëzohet Saliu dhe të vi Rama. Kjo politikë sanduiç bipolare për mua nuk është perspektive demokracisë, sepse demokracia duhet jetë me shumë parti pjesëmarrëse në parlament, për të mos lejuar që të qeverisë e vetë me një forcë politike, sepse ne po e shikojmë që 12 vjet Edi Rama po instalon një regjim që s'don ta di, as nuk shkon t'jap llogari në parlament, as nuk pranon interpelanca, as nuk pranon asnjë kritik, të vetët i ka në rresht pra instalimi një diktature. Tendrat dhe koncesionet jepen 2 fish, 3 fish, siç janë ndjeni gjithë shqiptarët me nga 20 deri 25 milion euro 1 kilometër rrugë dhe standardet janë po skandaloze, siç ai po i nxit drejt korrupsionit gjithë bashkëpunëtorët e tyre dhe pastaj kur ata shkojnë në burg
ai deklarohet që kanë hangër dardha dhe moll pas shpine, por fondet e buxhetit shtetit pa firmën e kryeministrit nuk mund të levarohen, pra ka një sistem. Ai ka ngritur sistemin e korrupsionit dhe nuk mund të justifikohet përpara opinionit publik dhe përpara organeve të drejtësisë së re, dhe ndaj mërzitet dhe i bie me grusht tavolinës sa herë i arrestohen bashkëpunëtorët. Unë kam dhe një të drejtë, Gjoj, e kam morale, sepse u drejtohem të gjithë shqiptarëve që banojnë në qarkun e Tiranës, sepse unë kam punuar në gjithë Shqipërinë dhe unë kam treguar që kam integritet dhe ndershmëri, sepse unë kam luftuar pa kompromis krimin dhe korrupsionin dhe kur nuk më kanë lënë provorët e mi, e kam denoncuar publikisht dhe kam dhënë ndërheqje. Edhe në vitin 2012 me qeverisjen e Partisë Demokratike dhe në vitin 2018 me qeverisjen e Partisë Socialiste. Po t'isha implikuar, Saliu dhe Rama nuk do të më kishin falur asgjë dhe do më kishin futur në burg, por unë shoh vetëm përpara sepse trimërinë time e bazoj tek ndershmëria dhe integriteti im. Me këtë ndershmëri dhe integritet do të qasem para elektoratit të qarkut të Tiranës dhe do të kërkoj votën të majtëve dhe djathëve. Në mënyrë të veçantë do t'ja kërkoj komunitetit të madh Dibran në Tiranë, edhe për një arsye, sepse Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk ka kandiduar asnjë djalë dhe asnjë vajzë me origjinë nga Dibra, edhe pse jemi komuniteti numër 2 në Tiranë, sepse Saliu dhe Rama i duan votat e komunitetit numër 2, pra të Dibranëve, të Matjanëve dhe Bulqizakëve, të flas në shkallë qarku, i duan për të quar në parlament kushrit edhe miqësitë e tyre, edhe Saliu edhe Rama, po ti shikosh ato listat e mbyllur të deputetëve janë lidhje familjare nepotike, që Rama mban kushrit e burrat e ish grave e tjerë që i mban deputet, Saliu në krahun tjetër ka ato lidhjet e krushqisë dhe të miqësisë vet, ndërsa Dibranët nuk përfaqësohen. Edhe në këtë kontekst do të kërkoj Dibranëve për 8 majtës dhe djathës që të votojnë një djalë nga Dibra si Shemsi Prenqi, duke i garantuar dhe i bindur se do të jem zë i fuqishëm parlamentit shqiptar dhe do t'i përfaqësoj denjësisht jo vetëm komunitetin nga qarku i Dibrës, por dhe çdo shqiptari të ndershëm në Tiranë që do të pranojë dhe do të votojë emrin tim. Te kolona 4 koalicioni Atlantik do të gjejnë emrin Shemsi Prenqi, ta votojnë edhe koalicioni dhe Shemsi Prenqi, por nëse nuk duan se mund të kenë urrëtie për kolonën, le të votojnë emrin Shemsi Prenqi. Unë në këtë frym do ta kërkoj votën kudo, në Tiranë, në Vorë, në Rogozhin, në Kavaj, në pjesët rurale të këtyre bashkive, duke ju shprehur ndershmërinë dhe integritetin tim dhe luftën pa kompromis kundër skeqës, krimit, korrupsionit dhe në luftë pa kompromis me politikën e vjetër të cilët mundohen ta mbajnë peng Shqipërinë me politikën dypolare, sanduiç, për të garuar vetëm e majta dhe e djatha, sepse besoj tek alternativat e reja, pasi Evropa, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkimit Evropian janë ngritur në lartësitë e duara duke i hapur rrugë demokracisë dhe jo duke e mbyllur demokracinë, siç bëri marrëveshja PDPS me listat mbyllur duke vrarë votën e lirë dhe demokracinë. Zoti Prenqi, shumë faleminderit që ishit me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit ju. Mirë, miq, do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.